Shikues të nderuar, tani është radha për mysafirin në studio. Për sot kemi të ftuar zotëri Veton Mujaj, është drejtor i OJC Syri i Vizionit në Pej. Fillimisht mirë se erdhe në emisionin tonë. Mirë se u gjetëm televizionet Dugazinit dhe shikues të Dugazinit. Na flisni fillimisht për aktivitetet e kësaj organizate jo qeveritare për vitin 2013, si kanë filluar dhe çfarë ka në plan. Po, fillimi i çdo viti të të organizatave qeveritare është një grumbull i aktiviteteve, për shkak se në një farë forme duhet përfundohen aktivitetet që kanë qenë vitin e kaluar, bëhen adultime të caktuara, edhe pastaj të fillohen adekuatisht me projektet tjera të caktuara që janë në rrjedhë për vitin 2013. Gjatë vitit 2013, gjatë punës tonë, që është bërë për vite përpara, është kriju një bazë e mirë e punës, kështu që gjatë këtij viti vetëm është siguru një pjesë e rrjedhës të mirë të punës, me cilën do të realizohet gjatë vitit 2013. Flas për disa projekte, me disa partneritete dhe bashkëpunëtorë dhe donatorë të ndryshëm, duke ja nisur me një partner tonë shumë të rëndësishëm që është Olaf Palme Center nga Suedia, me të cilin ka 5 vite që punojmë dhe kryesisht është një temë me cilin përmundohemi me kyç pak më shumë në rrjetën e jetës tonë në Kosovë në përgjithësi. E kemi quajtur qytetaria aktive ose Active Citizenship Kosova. Puna bëhet është koncentru praktikisht ose në teren në 5 komunat e rajonit të Dugazinit, mirë po praktikisht është hapë edhe një webfaqe edhe një faqe tjetër në Facebook, ku të gjithë njerëzit nga fshatrat, nga qytetet mund të aktivizohen me aktivitetet e tyre për punën rëndësinë që e bëjnë. Mirë po konkretisht kur kthehem me punë fshatra, synimi jon kryesor me këtë projekt është që gradualisht t'i ndihmojmë komunave të rajonit, që kjo pastaj në fazën nëse del rezultative, të kalohet edhe për komunat tjera të Kosovës, që të hartojnë rregullore, të kenë rregullore për përzgjedhjen e përfaqësuesve të fshatrave dhe të bashkësive territoriale, që në një farë forme kalojmë në një sistem që deri me tani nuk ka ndodhur në Kosovë, për shkak se dim që me zgjedhje në Kosovë bëhet përzgjedhja e kryetarit komunës, të asamblesë komunale, parlamentit, qeverisë, mirë po kur nuk shkohet edhe nuk dihet se kush është përfaqësuesi i fshatit, kush është përfaqësuesi i bashkisë territoriale. Këto zakonisht kanë ecë në elemente politike, mirë po ose cila parti ka fituar përgjithsisht ka pas personin kontaktues dhe këtu ka pas një lloj keq kuptimi mes anëtarëve të ndryshëm në përfshatra, dhe në këtë rast na po tentojmë që secili fshat të zgjedh personin e vet, i cili kish me nga jo në aspekt politik, por në aspekt nevoje të fshatit, qoftë për rrugëve, kanalizimeve, çdo gjë që ka nevojë. Kjo do të vazhdojë dhe praktikat e mira do të mundohet mbartë në nivel të përgjithshëm, qoftë në nivel qendror. Ka pas takime gjatë vitit kaluar, por vazhdojnë si vjet kemi të koncentruar që me rritë edhe angazhimin e femrës në këto grupe, që gjithmonë zakonisht për këtë fshatra në këtë bashkësi territoriale kryesisht po janë vetëm mashkuj. Kjo është vetëm një pjesë e asaj. Një punë të vazhdueshme jemi të bëjmë me një partner tepër të jetë transition tonin që është nga Zvicra, është Solidar Suisse, ku me ata jemi të angazhuar në 3-4 projekte të ndryshme. Kryesisht projektet me ta janë në nivelin qendror. Jemi të punuar në fushën e mjekësisë ose ndihmën e organizatave mjekësore në nivel të bashkëorganizimit të tyre. Pastaj në fushën e jemi duke ndihmuar shumë prodhuesët dhe përpunuesët e qumshtit në Kosovë. Janë 2 asociacione shumë të mëdha, shumë të rëndësishme. Bashkë me ta na po hartojmë një lloj strategjie që të kenë ata një bazë të mirë edhe bashkëpunimit mes dy këtyre asociacioneve, po njëkohësisht edhe një pjesë të avokimit për tek qeveria për ndryshimin e ligjit për të mirën e qumshtit në Kosovë, në një farë forme, thojmë ashtu. Ndërsa pjesa tjetër e cila është pak më shumë me këtë partner të rëndësishëm, është një projekt i cili ne e quajmë Mismatch ose në një farë forme Ecjan Karrierë, që ka disa vite që ne po tentojmë me Pejen, me komunën e Pejës, të bëjmë një test element tesjes në punën me tri, të cilët të shiqohet se si ata të gjejnë veten më mirë, kryesisht në shkollë. Kështu që ideja është që në kuadër kësaj, domethënë punohet me shumë shkollat mesme, po edhe me shkollat fillore, në mënyrë që të harmonizojnë sistemin e edukimit, në mënyrë që të përshtaten me tregun, me ato që ka ofron tregu, si disa lëmi, kryesisht shkollat profesionale, në aspektet caktuar të kenë drejtimet e caktuara që të rinjtë janë të interesuar, pastaj mas përfundimit të shkollës profesionale të kenë mundësi më lehtë vinë deri te gjetja e punës. Njëkohësisht me shkollat fillore punohet që këta shkolla mas të kryejnë klasën e 9, të dinë në cilin drejtim të drejtohen, për shkak se zakonisht te na është bën një ecje e tillë që të gjithë tentojnë sparin në gjimnaz shkojnë,
dhe pastaj kush mbetet shkojnë në shkolla profesionale. Ndërsa kudo në botë, shkolla profesionale është parësore për shkak se ofron me një herë mundësinë e punësimit. Këtë do të thonë është u bën një punë kogja e madhe në këtë drejtim, edhe me shkolla, edhe me institucione, edhe me komunën, edhe me të gjithë aktorët që diçka e tillë të realizohet. Një punë tjetër e veçantë që bëhet është edhe me Save the Children, një organizatë partnere e jona, me cilën përpunojmë shumë, kryesisht deri tani në komunën e Pejës dhe komunën e Gjakovës, me shkolla të ndryshme, në mënyrë që nxënësit ose të rinjt në këto shkolla të dinë të drejtat e tyre. Është punu shumë në hartimin e kodeve në për shkolla, kodet mirësjelljes, pastaj në angazhimin edhe trajnimin e nxënësve, që këta nxënës të jenë trajnerë edhe shkojnë nëpër klasa të tjera, edhe të mbajnë trajnime në fusha të ndryshme që të jenë të angazhuar për sjelljen në shkollë edhe për rregullimin e një lloj sistemi që nxënësi mos jetë më indikuar vetëm nga ato që ka thot prindi o profesori, po bashkërisht me prindin e profesorit të vinë deri te një lloj njohje asaj se çka kanë drejt nxënësit të bëjnë. Do të thonë, ka edhe aspekte tjera, kemi filluar një projekt në fushën e bujqësisë bashkë në përkrajen nga Komisioni Evropian. Aty edhe kjo është në nivel qendror dhe ka për qëllim që të krijojmë një union të fermerëve në nivel Kosovës, ku përfshin gjitha organizatat e ndryshme në fushat të ndryshme të bujqësisë, do të thonë tunis prej departamenteve ndryshme si premtaria, agrikultura, shumë gjëra, në një farë forme ata të jenë gjendje të bashkohen, të koordinohen mes vete që të kenë një qasje drejt për drejt ndryshimin e vendimmarrjes në raport me politikat që bëhen në fushën e bujqësisë. Do të thonë, në vitin 2013 ka filluar me pothuajse ka 15 projekte të ndryshme, disa më të vogla, disa më të mëdha, disa në nivel të Pejës, disa në nivel të Kosovës, po disa në nivel të Ballkanit. Do të thonë, kemi në nivel të Ballkanit, që jemi partner diku afër 14 organizata të ndryshme, duke nisur nga Kroacia deri në fund të Shqipëria, duke fshirë gjitha këto shtete, punojmë fushën e koordinimit të përbashkët në luftimin e korrupsionit. Është një projekt edhe kjo që 2 vjeçare, i cili mbështetet nga Komisioni Evropian. Pastaj ka shkëmbime të rive mes Kosovës dhe disa shteteve të Ballkanit, dhe një portal informativ në nivel të regionit, ku bëhen informata të përditshme, plasohen në atë portal që është One World South Eastern Europe, dhe në kuadër të saj, do të thonë, plasohen informacione edhe për ne si organizat, jemi përgjes për edicionin gjuhën shqipe kësaj platforme, dhe bëhen informata në raport me punën në shoqërinë civile dhe drejtat e njerëzit. Po, OJC-ja Syri i Vizionit organizon edhe shumë tryeza, vedesimi, që përcaktoni prioritetet të këtyre tryezave. Po, zakonisht një punë e madhe bëhet edhe në teren. Mirë, po për me pa dhe për me i bashku aktorë tjerë dhe për me njohë me ato si çka po bëhet në teren, zakonisht organizohet me 10 tryeza të ndryshme brenda vitit. Tryezat kanë qëllime të ndryshme, varësisht prej ideve dhe projekteve që janë në realizim me sipër. Po kryesisht koncentrohen në bashkë angazhimin në mënyrë që diçka që ka ndodhur pozitive më u bart, ose nëse dikush nuk ka mundësi që të dinë se në çfarë forme më drejtu institucioneve, ose të dinë në çfarë forme më drejtu angazhimit për me zgjedhë një problematik, atëherë ti kemi këta aktorë të bashkut edhe drejt për drejt t'ja thojmë një tjetrin sy dhe të bisedojmë për këto çështje që besojmë që ka nevojë shumë në Kosovë. Kështu që brenda vitit organizohen përpos që organizohen shumë punë në teren, organizohen shumë tryeza, konferenca, workshopet përbashkëta, trajnime të ndryshme me aktorë të ndryshëm, varësisht prej lamive të ndryshme, do të thonë tu janë nisur me punën me tri, me gra, me fëmijë, me qasjen politika të ndryshme institucionale, me bashkërendim të komunave, me ndikim të avokimit të qeveria, do të thonë ka shumë elemente me cilat merren edhe në kuadër këtyre tryezave. Po me OJC tjera si keni raportet? Po është shumë interesant se në Kosovë janë mbi 7.000 organizata të regjistruara. Kjo është një numër shumë i madh, edhe një pjesë shumë e madhe organizata janë regjistruar vetëm haq që ndoshta pas ka parë aty, edhe nuk kanë pas ndonjë qëllim të caktuar, vetëm kryesisht nuk janë bazuar shumë në misionin edhe nevojën që ka, kështu që një pjesë e madhe tyre nuk janë funksionale. Me organizatat e cilat janë funksionale, jo vetëm në Pejë, në regionin e Pejës, sepse në nivel Kosovës, ne kemi një bashkëpunim tepër të fuqishëm. Pjesë e punës përbashkët, na shumë projekte i realizojmë bashkë me organizata tjera, qoftë në nivel të komunës, qoftë në nivel të Kosovës. Po flas në partneritete, pastaj janë pjesa e rrjeteve, me të cilat jemi pjesë e rrjeteve ku jemi bashkë disa organizata që nisim idenë edhe përfundojmë idenë së bashku. Ne kisha përmend në këtë rast disa rrjete, sikur është rrjeti Demokracia në Veprim, ku ne bëjmë monitorimin e zgjedhjeve, është në nivel Kosovës,
kur syri vizionit është pak më shumë përgjes në regionin e PE-s. Pastaj që kjo vazhdimisht ka punë, sidomos në kohën e parazgjedhjeve edhe zgjedhjeve. Pastaj rrjetet e ndryshme, sikur rrjetet jo formal për siguri, ku bëjmë shumë aksione në luftë kundër mbajtjes së armëve pa leje. Kjo është një rrjet në raport me sigurinë e nxënësve nëpër shkolla, domethënë në afërsi në borë për mos me lënë me dal vetëm pas në rrugë, për shkak se ka disa pika, sidomos ka rrugët kryesore, daljeve të qyteteve, edhe të qytetit PE-s, në këtë rast sikur rasti ka Raushiqi, rasti ka Zahaçi, rasti drejt Mitrovicës, ku rrugët janë me lëvizshmëri shumë të madhe të automjeteve, ndërsa nxënësit dalin në rrugët e ne bashkërisht me bëjnë hartimet politikave të ndryshme edhe me policinë, edhe me komunën, me tjerë, se qysh me qenë sigurime e madhe të nxënës. Pastaj kemi rrjete të tjera, sikur është rrjeti Pro Peace Platform, është një rrjet për paqen në nivel Kosovës, ku jemi të angazhuar. Ka diku, i përmenda këto, po ka disa rrjete, disa edhe formale, po disa edhe jo formale, me të cilat jemi, po një ndër rrjete tashma të mëdhaja pothuajse në nivel Kosovës, është rrjeti Civicos. Ky rrjet përfshin përmbi 100 sa organizata dhe ka për qëllim trajtimin edhe mënyrës e bashkëpunimit me qeverinë, në këtë rast, me qeverinë, kur flas për qeverinë, nuk është vetëm qeveria në nivel qendror, por qeveria në përgjithësi edhe në nivele lokale dhe gjithë ajo, dhe synimi i këtij rrjetit është në një farë formë të ketë një strategji adekuate të qeverisë qasjes ndaj shoqërisë civile. Në këtë rast është fjala për organizatat të cilat do t'ju lehtësohet mundësia e avokimit për hartimin e ligjeve. Pastaj pjesa e dytë është organizatat jo qeveritare të cilat japin servise ose shërbime për njerëzit, sikur në rast hendikosi, ose organizata tjera me shërbime qendra rinore, çka do që janë, t'jenë financume dhe gjehet modeli financum prej qeverisë, dhe pjesa e tretë është ku qeveria duhet të ndajë një fond të veçantë për që organizatat jo qeveritare të kenë atë aplikojnë, për shkak se një pjesë e madhe donatorëve vetëm po largohet nga Kosova dhe në çdo vend të botës shtetet vetë organizohen në mënyrë që me mbajtë se shoqëria civile është sektori i tretë më i rëndësishëm në zhvillimin e shoqërisë përgjithësi, mbas do thotë jo mbas, por bashkërisht edhe me pushtetin, edhe me biznesin, shoqëria civile është ajo pjesa ombrell që pa zhvillimin e përbashkët këtyre tre elementeve nuk mundet të zhvillosh shoqënia demokratike. Kështu që një bazë e mirë e punës besoj që po punohet shumë edhe për janës tonë, si organizatë në kyqe me rrjetet tjera, që të bëhet lehtësi për organizatat tjera, për partnerët tanë që në një farë forme nuk mund të quajmë që janë më të vegjël, po që kanë ndoshta aktivitet më pak, për shkak se rëndësia e organizatave është shumë e madhe, edhe disa organizata të cilat janë shumë të vogla për ka numri, për ka stafi, për ka buxheti, ata kryejnë një punë shumë të rëndësishme, kështu si organizatat nuk mund të maten me mëdha të vogla, mirë për me aktivitetin me cilën zhvillojnë. Edhe një herë për me u konkretizu, domethënë të që kjo pyetje, është që bashkëpunimi me organizata tjera është i syrit vizionit me organizata tjera është domosdoshmëri edhe është shumë i madhe. Po tani, kohët e fundit jeni marrë edhe shumë me rolin e gruas, nga ku ka lind kjo iniciativë që të merreni me këtë? Po, është në vërtet që aspekti i angazhimit gruas në përgjithësi në shoqërinë kosovare prap mbetet në nivel shumë të ulët. Do të thonë, po thuaj që ka një herë në bisedat e ndryshme mund ta quajmë se akoma në një farë gati duket që po jetojmë patriarkalisht. Shprehjet ose fjalët ditore janë shumë të mëdha që po ka drejta, ka gjithçka mirë, por në realitet janë fakt. Shumë femra janë të paangazhuar, shumë femra nuk janë të kyçme në sistemin e vendimmarrjes, nuk janë lider nuk e dini femën të fuqishme që është tu udhëheq një biznes të fuqishëm sot në Pejt, edhe pse pak ka edhe në nivel Kosovës, ose një politikane tepër e zoja që mban përgjithë, ka disa, mirë po numri i tyre në vendimmarrje është shumë i madh. Kështu që ka disa vite me të cilët punohet, ka edhe shumë organizata tjera, edhe grave që veprojnë, mirë po vështirësitë e ndryshme i lajnë duke u marrë me disa çështje të cilat janë domosdoshmëri brenda organizatës, ndërsa një organizim i përgjithshëm i femrës nuk bëhet. Në bashkëpunim me UNDP-n edhe UN Women edhe Komisionin Evropian është një iniciativë e përgjithshme në nivel Kosovës që të mbahen disa forume, disa debate të përgjithshme se si mundet vetë
me angazhimin e femrës, si femrat e shohin veten këtë proces, si trit e shohin rolin e femrës këtë proces, si burrat ose mëshkujt e shohin rolin e femrës këtë proces, gjen gradualisht disa mundësi që këto modele të fillojnë të gjenë një lloj implementim edhe të jepet një lloj sigurie femrës që vërtet në shoqëria ai mundet me pas rolin e rëndësishëm çfarë duhet me pas. Edhe çfarë realisht duhet ta ketë. Po me institucionet komunale të PS, si keni raportet? Sa ju përkrajen? Po, është interesant se organizata jonë, jo vetëm me komunën e PS, për shkak se do të dalë në veçanërisht pastaj edhe PA, po me për marrë shembull që në komunën e PS udhëheqet nga AK-ja, Istogu nga LDK-ja, Klina nga PDK-ja, bashkësisht domethënë nga shumë parti, prapse syri vizionet, duke pasur bazë punës aspektin profesional, nuk ka hinën rrjedhën e elementeve partijake dhe punon adekuatisht edhe profesionalisht me gjitha partitë, me gjitha komunat, veçanërisht po flas për shkak se jemi edhe me qendrën në PE, veçanërisht me komunën e PS, me të cilët si komunë, si institucion, jo vetëm si komunë, po edhe aspekte tjera që veprojnë, edhe partitë tjera që punojnë në PE, me të gjithë kemi një bashkëpunim tepër të mirë, veçanërisht po kthehen edhe një herë të janis prej asamblesë komunale e deri te ekzekutivi komunal, të janis prej kryetarit e deri poshtë në përdrejtorate. Ne kemi punë çdo ditë për aspekte të ndryshme dhe vërtet qasja jonë ka arrit me bë ndryshime të caktuara në për drejtorate të caktuara, në nivelin e politikave të caktuara dhe kjo nuk ish bë nëse nuk ish qenë një bashkëpunim ose një dëshirë e hapur edhe prej pjesës institucioneve që me bashkëpunu me neve. Kështu që jemi maksimalisht kënaqur edhe kemi shumë veprime të përbashkëta, kemi arritur që të realizojmë bashkë me komunën e PS edhe komunat e tjera në këtë rast prej Komisionit Evropian ka qenë ky projekt i përbashkët me cilin kemi bërë në raport me hapjen e këtij shtegut drejtim të rrugovës, për shtekut ciklizmit, pastaj disa rregullime të ndryshme brenda qytetit, me projekte të ndryshme të përbashkëta edhe me ndërkombëtar, pastaj këto pjesë të rregullimit të pjesës qarkullimit të autobusit drejtim të rrugovës. Ne dimë që komuna e PS ka dy prioritete kryesore, ka turizmin dhe bujqësinë. Këto janë dy fusha tepër të rëndësishme të zhvillimit edhe ekonomik të qytetit, edhe komuna e PS gjitha aktorët që janë pjesë e zhvillimit të diçkait në komunën e PS duhet të angazhohet që spaku këto dy elemente të fuqizohen dhe po besoj që ka mungesë parave në përgjithësi ose po nuk ka mungesë shumë të madhe të ideve për shkak se shumë plane janë bë, mirë po na duhet që gradualisht të harmonizojmë këto edhe me institucione tjera, qoftë me arritjen e parave pak më shumë të qeverisin në këtë anë, qoftë në aspekte që të krijojmë politika inovative ose të risi të ndryshme që ta ngacmojmë donatorin ose investitorin që të investojnë në këtë rajon, për shkak se është një mundësi e madhe, jo vetëm e zhvillimit ekonomik të PS, por njëkohësisht ndikimi i madh në fushën e turizmit në nivel Kosovës. Domethënë është pjesa më turistike më e bukur e Kosovës dhe ka mundësi. Gjithë kjo, domethënë jo vetëm këto dy fusha, por në shumë aspekte, qasja e përbashkët është tepër e rëndësishme. Këto institucionet përpara nuk e kanë kuptuar, për shkak se shoqërinë civile e shishin pak më shumë ndoshta si